Qeveria e Kosovës në detyrë ka marrë vendim të enjten për rritjen e shtesave për nënat lehona. Për gratë lehonat e papunësuara, shtesat janë rritur nga 170 euro në 325,9 euro, të cilat i përfitojnë për 6 muaj. Ndërkaq për gratë lehonat e punësuara, shtesat janë rritur nga 223 euro në 319,5 euro, të cilat i përfitojnë për 3 muaj, pas përfundimit të periudhës prej 6 muajsh pas lindjes, në të cilën punëdhënësit i paguajnë lehonat me 70% të pagës. E kjo përbën një rritje prej 91,7% apo gati 2% të shtesave. Kurti dha një lajm edhe për shërbyesit civil, duke thënë se nga muaji korrik do t'i marrin 55 euro më shumë. Kështu, pagat mujore për zyrtarët publik për mbi 80.000 zyrtarë publik do të jenë 110 euro më të larta se sa ishin në dhjetor të vitit 2024. Pak muaj para zgjedhjeve, qeveria Kurti kishte njoftuar për rritjen e pagave për punëtorët e sektorit publik në Kosovë nga janari vitit 2025. Shënjestër.net